تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumtat Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je gjithdituri I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na e përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin dhe shpjegimin e librit Ad-Durusul Muhimme li Ammatil Ummah, mësime të rëndësishme për masat e përgjithshme të umetit, të autorit, djetarit kolosal, Sheikh Abdulaziz Ibn Baz, I cili ka vdekur në vitin 1420. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne dhe të gjithë djetarët tanë dhe prindrit tanë, dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Më tutje jemi të mësimi I 4, në vazhdim të mësimit të 4, të cilin e ka përmendur autori rahimahullah me titullin Llojet e tauhidit ose pjesët e tauhidit dhe pjesët e shirkut. Folëm deri këtu në lidhje me shirkun e madh dhe rrezikun e tij dhe tmerrin, domethënë që e sjell shirku I madh dhe kujdesin e madh që duhet ta ketë besimtari ndaj kësaj çështje, dhe sa ajo është mëkati më I madh që ekziston në tokë dhe është shkak për të mbetur njeriu përgjithmonë në xhehenem nëse vdes me atë shirk pa u penduar dhe pa u pastruar prej tij. Pastaj në vazhdim thot shirku I vogël. Thot wa amma shirku al-asghar fa huwa ma thabata min an-nusus min al-kitab aw as-sunnah tasmiyatuhu shirkan. Do thot shirku I vogël është ajo vepër ose ai mëkat që është vërtetuar në Kur'an ose në Sunnet se quhet shirk. Walakinahu laysa min jinsi ash-shirk al-akbar. Mirpo nuk është prej llojit të shirkut të madh. Edhe ka sjell shembull, ka thënë kerriai fi ba'd al-a'mal, do të thonë siç është syfatësia në disa vepra, wal halifi bi ghayri Allah, edhe betimi në dikën tjetër përveç Allahut, wa qawli ma sha Allahu wa sha fulan, edhe kur thot dikush si doj Allahu dhe filani, wa nahwi dhalik, dhe të ngjashme me këto. Shirku I vogël, do të thënë e kuptuam se shirku I madh është barazimi I dikujt tjetër me Allahun subhanahu wa taala, në atë që është hak I Allahut, në ato që janë e drejt meritore vetëm e Allahut subhanahu wa taala. Për shembull, lutja është hak I Allahut, që ti drejtohet vetëm Allahut. S'lejohet lutet askush përveç Tij subhanahu wa taala. Therrja e kurbanit mund të bëhet vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotimet, kërkimi I ndihmës, kërkimi I faljes, shpresa, do thotë janë ibadete që nuk guxon t'i drejtohen askujt përveç Allahut subhanahu wa taala. Se adhurimi është hak I plot vetëm I Allahut dhe drejtimi I adhurimit dikujt tjetër përveç Allahut është padrejtësia më e madhe. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I ka thënë Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu, هل تدري حق الله على عباده
wama haqqul ibadi ala Allah. Do të thënë a di se cili është haku i Allahut, që është obligim i robërve. Do të thënë cili është haku i Allahut që është obligim mbi robërit dhe cili është haku i robërve, si obligim që e ka marrë Allahu mbi veten e tij. Ka thonë Muadh ibn Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam, do të thënë Allahu dhe i dërguari i tij janë më të ditur. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa inna haqqa Allahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Do të thënë haku i Allahut mbi robërit është që ta adhurojnë vetëm ata dhe mos i shoqërojnë asgjë në adhurim. Prandaj të gjitha llojet e ibadetit janë vetëm hak i pastër vetëm i Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe nëse i drejtohet ibadeti dikujt tjetër, kushdo qoftë ai tjetër, domethënë kushdo qoftë dikush tjetër, pa marrë parasysh është pejgamber, prej pejgamberëve më të afruar tek Allahu, domethënë prej pejgamberëve të dërguar ose prej me lajkeve më të afruar, do thotë ka lutur njeriu dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe atëherë e ka barazuar këtë krijesë me Allahun, në atë që është hak i Allahut, e ka barazuar me Allahun. Edhe pa marrë parasysh çka i drejton, a lutje, apo mbështetje, apo shpresë tek ai, ose i bën oferta dhe zotime, dhurata dhe kurbane kështu me radhë, do të thonë të gjitha këto lloje të adhurimit, kur ti drejtohen dikujt tjetër, pa marrë parasysh kush është ai tjetër, përveç Allahut, janë shirk dhe ky është, do të thonë, realiteti i shirkut të madh. Kurse shirku i vogël, këtu e shohim se autori rahimahullah ka dhënë një sqarim për shirkun. Dhe dietarët kur flasin për shirkun e vogël, kur flasin, do të thënë, për ta sqaruar atë, kanë dy mënyra. Do të thënë disa prej dietarëve e sqarojnë me shembuj, edhe sjellin shembuj, nuk sjellin definicion që të tregohet se shirku i përfshin këto, shirku i vogël, do thotë, por sjellin shembull, siç ka thënë autori rahimahullah këtu, kerriai fi ba'd al-a'mal, do të thënë siç është syefatësia për në disa vepra ose në diçka prej veprave, ose betimi tjetër kënd përveç Allahut, ose thënia si do Allahu dhe filani. Do të thënë këto janë disa shembuj për ta kuptuar se çka përfshin shirku i vogël. Kurse disa dietar të tjerë japin definicion edhe për kufizim, do të thënë që të njihet me definicion se ç'është shirk. Dhe kam thonë disa prej dietarëve, janë të gjitha fjalët dhe veprat të cilat çojnë deri te shirku i madh. Do të thënë çdo fjalë dhe vepër që është rrugë për në shirk. Edhe kjo do të sqarohet edhe me shembujt, do të thënë duhet ta dimë se secila fjalë që jep kuptimin e shirkut, ose që është rrugë në drejtim të shirkut, edhe secila vepër po ashtu, që e ka këtë domethënie ose është mjet i këtill, është shirk i vogël. Dhe si tham, të dyja këto rrugë në sqarimin e shirkut vogël ekzistojnë te dietarë, do të thënë disa e sqarojnë me shembuj, disa e sqarojnë me definicion. Dhe për këtë, do të thënë, shohim në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam paralajmërim shumë të fuqishëm, edhe ndalim të prerë, të përhershëm, do të thënë të këtyre fjalëve ose veprave që janë shirk i vogël, që çojnë, do të thënë që e shohim se janë rrugë për të shirku i madh. Prej shembujve të shirkut vogël, ka thonë autori rahimahullah, si tham kerriai, do thotë rria, pra syefatësia ose bërja për syefaqe të një pjesë të veprave. Çfarë do thotë? Ria, fjala ria, njëherë në gjuhën arabe, është prej fjalës ru'je, që do të thonë pamje ose shikim. Dhe është për qëllim kur njeriu e bën veprën që të shihet. Do të thonë ta shohin krijesat, ta shohin njerëzit. Edhe ka ndonjë interes, ose interesin e lëvdatës, ose ndonjë interes
material të përfitimit ose pozitës e kështu me radhë, do të thonë do që të shihet. Pra bërja e veprës për tu parë. Do të thotë ria. Edhe gjithashtu e ngjashme me këtë është edhe fjala sum'a, që do të thonë bërja e veprës për tu dëgjuar. Do të thonë ka mundësi që dikush nuk mund ta bëj veprën që ta shohin njerëzit, por e tregon pastaj veprën. Do të thonë që të dëgjohet vepra e tij. Edhe kjo ka qenë më pranishme kjo e dyta më përpara. Do të thonë që njerëzit nuk kanë pas mundësi t'i tregojnë veprat shumë, do të thonë t'i shohin njerëzit, por i kanë treguar me fjalë. Kurse tani në këtë kohë, do të thonë rreziku prej rias është shumë i tmerrshëm. Do të thonë sidomos në çështje, do të thonë si në sezonet e ibadetit, do të thonë si sezoni i Ramazanit, edhe agjerimi dhe namazi i natës, iftari e kështu me radhë, do të thonë njerëzit me këto mjetet e komunikimit ose mjetet sociale, rrjetet sociale, janë bërë, do të thonë, të çmendur me këtë smundje. Edhe nxjerrin, edhe përmendin dua, dhe me këse u luta tani para iftarit ose isha jemi duke dalë nga xhami, edhe incizojnë edhe me fotografi, edhe me video, duke hyrë në xhami ose duke u përgatit për namaz ose duke u falur gjithashtu. Do të thonë angazhohen me kontrollimin e këtyre mjeteve të incizimit gjatë namazit, edhe pas namazit, do të thonë duke treguar se e falem kaq recate kështu me radhë. Do të thotë kjo është ria, do të thonë bërja e veprës që të duket. Edhe kjo është më e vështirë, edhe më e rëndë se sa vetëm të tregohet me fjalë. Do thotë sidomos për shembull për shkuarjen haxh ose në umre, do thonë më përpara kanë treguar njerëzit me fjalë, kemi shku kështu, kemi qëndruar aty, jam lut në Arafat, kurse tani s'ka nevojë, do thonë bëjnë edhe drejt për drejt, i nxjerrin, edhe incizojnë, edhe i nxjerrin në rrjetet sociale, ose kur vjen dikush t'i vizitojë, ja tregojnë, ja këtu kur kemi shku në Arafat, ku lutesha, ose kur kemi shku te xhameratet ku jam lutur, këtu jam duke bë tawafin e kështu me radhë. Këto janë vepra të tmerrshme. Domethënë ky veprim është veprim i tmerrshëm që i shkatron veprat. Pasi ria, domethënë nëse hyn në një pjesë të veprës e asgjëson atë vepër, sepse ka thënë Allahu subhanahu wa taala ana aghna shuraka'i 'ani shirk, domethënë unë nuk kam nevojë as pak, jam më i pasuri dhe nuk jam nevojtar për asnjë lloj të ortakrisë. Dhe kush bën një vepër në të cilën ma shoqëron dikën tjetër, unë e lë atë dhe veprën ose shirkun e tij. E lë atë dhe shirkun e tij. Prandaj kjo ria, nëse është në një pjesë të veprës, është asgjësuese asaj vepre. Por ka edhe ria që quhet ria e madhe. Do të thonë që është në esencë për gjithë fenë. Edhe kjo është nifak. Do të thonë pra është rruga e munafikëve, sepse ata deklarojnë shahadetin, edhe falin namazin e kështu me radhë dhe vepra tjera që të duken. Dhe kjo i asgjëson të gjitha veprat. Kjo është kufër, edhe është shirk i madh dhe dalje prej islamit. Kurse prandaj këtu autori ka thënë ker ria i fi ba'dil a'mal. Do të thonë ria në disa vepra ose në një pjesë prej veprës. Do të nëse shoqërohet aty dëshira për të pa dikush, edhe si e ka definuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do ta lexojmë hadithin më vonë, që ka thënë kur çohet dikush falet, që do të thonë se falet për Allahun. Pastaj fillon ta zbukurojë namazin për shkak se është duke e parë dikush. Edhe kjo vepër do të thonë asgjëson atë namaz, atë vepër ose ky mendim, edhe kjo dëshirë për të parë, e asgjëson atë vepër në të cilën është duke u bërë. Por nëse dikush e bën namazin fillimisht që të shihet, jo, nëse nuk e sheh askush nuk falet për Allahun. Por nëse e sheh, atëherë falet, atëherë ky është shirk i madh, do të thonë që në esencë e ka bërë veprën për tjetër kënd dhe jo për Allahun. Edhe ky shirk i madh, do të thonë, i asgjëson të gjitha veprat. Dhe ka thënë Ibn Rajab
rahimahullah, sa i përket kësaj rias, do thotë riaja e pastër, do të thënë komplet që bëhet vepra krejtësisht për tu parë, kjo nuk mund të imagjinohet për besimtarin, për në lidhje me obligimin e namazit ose agjerimit. Do të thënë nuk është e imagjinueshme që këtë e bën besimtari, që bën namazin komplet vetëm që të shihet ose agjerimin. Mirë po, është rrezik që të bëhet kështu nga besimtari komplet në lidhje me sadakan ose haxhin. Do të thënë ose ka thonë veprat tjera që janë të dukshme ose ato që kalon dobija e asaj vepre të dikush tjetër. Do të thënë sadakaja është vepër të cilën e bën personi për të fituar shpërblim tek Allahu, mirë po dobija e kësaj vepre kalon te dikush tjetër. Dhe këtu është, domethënë, që ka mundësi të ndodh edhe te njerëz që janë besimtar, që nuk janë munafik, ka mundësi që këtë vepër ta bëj kryekput vetëm që të duket. Atëherë, kjo vepër, çka do thotë, është shirk i madh, edhe e nxjerr njeriu prej Islamit krejtësisht. Kurse për namazin, për shembull, namazin obligim nuk paramendohet që njeriu e bën vetëm që të duket, ose agjerimin që është agjerimin përgjithësi, sepse agjerimi është vepër shumë e fshehtë. Domethënë që nuk ka mundësi ta di dikush tjetër. Prandaj këto i bën për Allahun, por nëse pastaj në këtë vepër do që të shihet, atëherë, domethënë kjo quhet ria e vogël ose syfatësi, domethënë në vepër. Dhe tham asgjë kur përzihet, domethënë çdo herë kur në vepër përzihet qëllimi për dikën tjetër përveç se për Allahun, ajo vepër nuk pranohet te Allahu, sepse Allahu ka urdhëruar që ai të adhurohet me përkushtim të plot dhe të pastër të veprës. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Do të thënë ata nuk ishin të urdhëruar për asgjë tjetër përveç se që ta adhurojnë Allahun me përkushtim të plot dhe të pastër të gjitha adhurimeve vetëm ndaj Allahut. Dhe gjithashtu ka thënë Allahu: la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Do të thënë mos i mendoni ata të cilët gëzohen me atë që e kanë bërë, do të thënë mburren me vepra që i kanë bërë dhe duan që të lëvdohen për ato që nuk i kanë bërë. Dhe thot fala tahsabannahum bimafazatin min al'adab. Mos mendoni asesi se ata do të shpëtojnë prej dënimit. Walahum adhabun alim. Dhe ata kanë dënim të dhëmshëm. Pra do thot njeriu, prandaj duhet shumë të jeti kujdesshëm dhe nuk lejohet që të dëshiroj të lëvdohet as me ato vepra që i ka bërë, do të thënë të lëvdohet nga njerëzit. Mos flasim, do të thënë, për atë cilësi që dikush ka qef që të lëvdohet edhe për ndonjë vepër që nuk e ka bërë. Edhe si tham, me këto mjetet e fotografimit edhe me këto rrjetet sociale, do të është shumë e rrezikshme se ka njerëz që i kemi parë dhe i kanë parë tjerë përveç nesh që e marrin formën e një adhurimi vetëm sa të fotografohen. Do të thënë ulet sikur në teshehud, për shembull në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i thot shokut vet fotografom, edhe me gishtin, do të thënë që duket se është duke thënë teshehudin, që është teshehud, do të thënë shprehja e tauhidit, përkushtimit të plot ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe fotografon, pastaj kur të mbaroj fotografimi, çohen të dy, do thotë nuk as nuk ka qenë më përpara namaz, as më pas. Edhe këtë fotografi e nxjerr, do të thënë edhe me këtë lëvdohet se ka bërë një vepër të cilën nuk e ka bërë. Ose një që është edhe më e përhapur, që keni parë kur shkojnë te Qabja, i ngrejnë duart sikur janë duke u lutur në drejtim të Qabës, ose ka mundësi edhe e kanë Qabën mrapa, do të thënë që duket ti marrë fotografia edhe fytyrën e këtij që është duke u lutur, edhe Qabën mrapa. Do të thënë drejtohet në formë të lutësit, jo në drejtim të kibles, po në drejtim të kamerës. Edhe fotografohet edhe pastaj ul durt, do të thënë nuk ka qenë duke u lutur, që do të thënë nxjerr fotografi ose video
ku duket se është duke bërë një vepër që nuk e ka bërë në realitet. Më thënë, me të vërtetë është rreziku i madh që hyn në këtë ajet, ku ka thënë Allahu la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw, do thënë mos i mendoni ata që gëzohen me ato që i kanë bërë, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, dhe duan të lëvdohen me atë që nuk e kanë bërë. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، pra mos i mendoni asësi se ata shpëtojnë prej dënimit. Allahu na ruaj. Pra duhet ta dim se rija, ky është rijaja, shirk i vogël, nëse është në një pjesë të veprës. Përndryshe nëse është në esencën e veprës, atëherë është shirk i madh, është njësoj si munafikët, për cilët ka thënë Allahu subhanahu wa taala, wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna, kur takohen me ata që besojnë, thonë besuam. Wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum. Dhe kur veçohen me shejtanët e tyre, me prisit e tyre, thonë ne jemi me ju, innama nahnu mustahzi'un, ne vetëm jemi tallur, do të thënë me besimtarët. Dhe gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala për munafikët se në namazin e tyre e falin për tu parë, yura'un an-nas, do të thënë e falin namazin që të shihen të njerëzit. Do thotë kjo është gjendja e munafikut, që do të thënë se është në kufër. Pra kur bëhet syfatësia, kryekput vetëm që të shihet. Kurse në disa vepra ose në një pjesë të veprës, nëse është, atëherë është shirk i vogël. Pra prej kësaj besoj e kuptuam se shirku i vogël, çka do thotë, si tham të definicioni, çdo fjalë ose vepër që është rrugë për në shirk të madh. Do të thonë shihni se sa është e vështirë edhe të ndahet deri ku është shirku i vogël dhe ku fillon shirku i madh. Prandaj është prej punëve më të rrezikshme. Pastaj në çështjen tjetër ka thënë wal halif bi ghayri Allah. Po ashtu betimi në tjetër kënd përveç Allahut është prej shirkut të vogël. Betimi në tjetër kënd, për shembull betimi në Kabe, ose betimi në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose betimi në diçka tjetër, për shembull betimi në Ramazan, ose betimi në bukën e kështu me radhë. Do të thënë gjitha këto janë prej betimeve në tjetër kënd përveç Allahu subhanahu wa taala, ose betimi në ndonjë vend të vlefshëm ose të bekuar, ose ndonjë person që është me vlerë. Do të thënë gjitha këto janë prej betimeve që janë betim, do të thënë tjetër kanë përveç Allahut. Betimin tjetër kanë përveç Allahut është shirk. Ndonjëherë mund të jetë shirk i vogël, ndonjëherë shirk i madh. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men halafa bi ghayri Allahi faqad kafara aw ashrak." Do të thënë, kush betohet në tjetër kënd përveç Allahut, ai ka bërë kufër ose ka bërë shirk. Do të thënë, pra kjo ka kuptim se këtu është dyshimi nga transmetuesi. Mund të jetë dyshimi nga transmetuesi, që ka thënë do thotë transmeton fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thënë kush betohet në tjetër kënd përveç Allahut, ai ka bërë kufër. Ose ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka bërë shirk. Ose është fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo me dyshim nga transmetuesi, dhe fjala eu në gjuhën arabe mund ta ketë kuptimin e fjalës wa, do thotë dhe. Pra kush betohet në tjetër kënd përveç Allahut ka bërë kufër dhe ka bërë shirk. Dhe kur themi shirku i vogël, do të thënë këto shembuj janë për shirkun e vogël. Nuk guxon njeriu ta mashtrojë fjala i vogël ose ky epiteti i vogël, sepse shirku i vogël, do thotë, është mëkati më i madh se gjitha mëkatet e tjera. Prandaj ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu në lidhje me betimin, ka thënë la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighayrihi sadiqa. Do thotë, të betohem në Allahun rrejshëm është më e dashur për mua se sa të betohem dikën tjetër duke thënë të vërtetën. Dhe betimi në Allahun rrejshëm
ky është prej mëkateve më të mëdha. Yaminul ghamus, do të thënë betimi zhytës, që e zhyt njeriu në xhehenem. Është prej mëkateve më të mëdha. Mirë po ka thënë Abdullah ibn Mas'ud, do të thënë nxënësi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe një prej dietarëve më të mëdhenj të sahabeve, ka thënë të betohem në Allahun rrejshëm është më mirë se sa të betohem dikën tjetër duke thënë të vërtetën. Edhe kanë thënë disa dietar, këtu janë përmendur dy vepra të mira dhe dy vepra të këqija. Veprat e mira janë tauhidi dhe thënia e të vërtetës, sinqeritet, do të thënë sidku, thënia e të vërtetës është prej veprave më të mira. Dhe janë përmendur dy vepra të këqija, që janë shirku dhe gënjeshtra. Dhe ka thënë, pra thot Abdullah ibn Mas'ud, tauhidi me gënjeshtër, do të thënë kjo vepra e mirë, tauhid, me këtë vepër të keqe, që është prej veprave më të këqija, gënjeshtër, është më mirë se sa e kundërta. Vepra e keqe shirk, që është me një prej veprave më të mira, thënia e të vërtetës. Thotë, pra ky shirku i asgjëson të gjitha veprat e mira dhe nuk ka dobi me asnjë vepër të mirë njeriu te Allahu subhanahu wa taala nëse i ka bërë shirk. Prandaj do thot betimi ndikon tjetër është shirk i vogël. Mirë po është më keq se të gjitha veprat tjera që janë të këqija, që i di njeriu se janë, domethënë, janë prej mëkateve të mëdha. Shirku i vogël, domethënë është më i madh se të gjitha mëkatet e mëdha. Dhe ky betimi, që është shirk i vogël, thot, shumë lehtë është që të kaloj në shirk të madh. Edhe kjo bëhet duke e madhruar atë në të cilin betohet, sepse betimi është një prej llojeve të adhurimit. Do të thënë kur njeriu betohet në Allahun subhanahu wa taala, çka do thot betim? Betim do të thonë kur e thot fjalën dhe do ta përforcoj me atë se është e vërtetë, duke e përmendur emrin e Allahut. Ky është definicioni i betimit. Duke e përmendur një prej emrave të Allahut ose diçka prej cilësive të Allahut. Do thot e përforcon se fjala është e vërtetë. Dhe ky është adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nëse bëhet ndaj dikujt tjetër, është shirk. Nëse bëhet me madhrim, do të thonë është shirk i madh. Nëse njeriu e thot si fjalë, do të thonë jo me madhrim nga zemra, ose me bindje se ai në të cilin betohet ka fuqi që ta dënoj, sepse kur betohet njeriu në Allahun, e ka bindjen që nëse është duke gënjyer, do të thonë Allahu do ta dënoj për këtë përmendje të Allahut. Edhe nëse e ka këtë bindje për atë tjetrin që e përmend, atëherë është shirk i madh. Por nëse nuk e ka këtë bindje, atëherë quhet shirk i vogël. Mirë po është rrugë për në shirk të madh. Edhe e shohim se si njerëzit e madhrojnë atë në të cilin betohen. Dhe nëse i shohim disa ignorant, ose disa që janë të ndikuar nga sufizmi, nëse do të gënjej edhe ta mashtroj dikën, betohet në Allahun. Por nëse ai tjetri, pala tjetër, do të vërtetohet tamam, a është duke thënë të vërtetën, betohu në tyrbe. Edhe atëherë ndalet. Ose betohu në filan shejhun e kështu me radhë. Kjo tregon se ata i madhrojnë këta të adhuruarit më shumë se sa Allahun subhanahu wa taala. Ose njësoj sa Allahun. Edhe kjo është shirk i madh. Prandaj kjo duhet të kuptohet se rreziku i betimit në tjetër kënd, ose në përgjithësi, rreziku i shirkut të vogël. Rreziku i shirkut të vogël është se është rrugë për në shirk të madh. Për këtë shkak, disa prej dietarëve kanë quajtur shirk i fjalëve. Do të thënë këto janë fjalë, edhe fjala tjetër që do të përmendet, masha Allahu wa shi't, ose masha Allahu wa sha fulan, do thotë si të doj Allahu dhe filani. Thotë kjo është shprehje, mirë po nëse thuhet në një fjali, nënkuptohet barazim i filanit me Allahun subhanahu wa taala. Ose shprehje të tjera, si i thonë nuk më ka mbetur askush mu përveç Allahut dhe ty. Do të thonë për mua veç Allahu edhe ti jeni. Ose thotë pra ishte
dhe me ndihmoj Allahu dhe filani. Do të thënë gjitha këto janë barazim i të tjerëve me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ose si disa shembuj që përmenden në hadithet që do t'i lexojmë më vonë. Do thotë këto në shprehje, do të thënë është e qartë se është barazim i tjetër kujt me Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe nëse është vetëm në fjalë, i thuhet shirk i vogël. Por nëse është në zemër, edhe nëse njeriu beson se filani është i barabartë me Allahun, do të thënë këtë çështje, atëherë është shirk i madh. Prandaj, do të thënë shirku i vogël është çdo fjalë ose vepër që çon në që çon deri te shirku i madh. Pastaj thot autori rahimahullah, pra pasi e ka përmendur sqarimin e shirkut dhe shembujt, ka thonë li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. Do të thonë në bazë të fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë më e frikshmja që friksohem për ju është shirku i vogël. Thot fasuila anhu, dhe është pyetur çka është shirku i vogël, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ar-riya, do të thonë është syfatësia ose riaja që e shpjeguam. Këtë hadith thot Sheikh Ibn Baz e transmeton Imam Ahmedi, Taberani dhe Bejhaqi nga Mahmud ibn Labid al-Ansari radhiyallahu anhu me zinxhir të mirë. Dhe gjithashtu e ka transmetuar Taberani me zinxhire të tjera, me senede të tjera të mirë, nga Mahmud ibn Labid dhe ai ka transmetuar nga Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhuma, të dy nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë në këtë hadith ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjëja më që më shumë të i friksohem unë për ju është shirku i vogël. Do thotë ajo është gjë e frikshme për besimtarin, për muslimanët. Dhe kanë thonë sahabët e kanë pyetur çka është ai shirku i vogël, ka thonë er-riya, do të thonë syfatësia. Dhe këtu është për qëllim syfatësia e vogël që shpjeguam, do të thonë syfatësia në një pjesë të veprave. Ka thonë gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa shirkas sarair, do të thonë ruhuni prej shirkut të fshehtësisë. Dhe kanë thonë çka është shirku i fshehtësisë, ka thonë en yaquma ahadukum yuzayyinu salatahu jahidan liyanzura an-nasu ilayhi. Do të thonë kur dikush ngrihet falet dhe përpiqet shumë, mundohet ta zbukurojë namazin që ta shohin njerëzit. Fadhalika shirku sarair, do të thonë ky është shirku i fshehtësive ose i shirku i fshehtë dhe shirku i sekretit. Do thotë ky është tekst i qartë për rrezikun e rias, syfatësisë. Edhe do thotë se pasi është diçka për cilin është friksuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ne. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në ditën e gjykimit atyre njerëzve që i kanë bërë veprat për njerëz, do të thonë që t'i shohin njerëzit, u thot Allahu subhanahu wa ta'ala, idhhabu ila alladhina kuntum turauna fi dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. U thuhet shkoni te ata që për të cilët ju i keni bërë veprat. Do të thonë shkoni te ata që keni dashur t'ju shohin në dunja, edhe shikoni ata a kanë ndonjë shpërblim për ju. Edhe ky hadith është shumë i qartë, edhe shumë do thotë në përputhje dhe në sqarim të logjikës së shëndosh. Do të thonë nëse njeriu bën një vepër për dikën tjetër, si ka mundësi ta presë shpërblimin te dikush tjetër? Do të thonë kjo prej krijesave. E nëse është në raport me krijuesin subhanahu wa ta'ala, do të thonë i bën veprat që i ka obligim t'i bëjë ndaj krijuesit të lartësuar, edhe i bën për njerëzit, si ka mundësi të presë shpërblim te Allahu i lartësuar. Edhe besoj që me këtë jepet përgjigje për ata që thonë pse ju thoni se veç, do të thonë veç për ju është xheneti, edhe nuk hyn xhenet askush përveç atij që është musliman. Do të thonë ka njerëz të mirë edhe prej krishterëve, edhe prej jahudive, edhe prej budistëve, edhe prej hinduzëve, edhe prej ateistëve. Keni pa ndoshta një pyetje që bëjnë ata që duan të polemizojnë me tekstet e Kuranit dhe Sunetit.
thot, a do t'ishe befasuar, do më thënë i thot hoxhës, a do t'ishe befasuar nëse she një ateist në xhenet. Do më thënë, edhe pse ai nuk beson as xhenet as xhehenem. Do më thënë, si ka mundësi të presin shpërblim te Allahu nëse kanë adhuruar tjetër kanë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të nëse e kanë adhuruar për shembull Budën, atëherë në të shkojnë të kërkojnë xhenet prej Budës. Edhe e kështu me radhë. Do të thënë, prandaj ne themi se ai i cili bën shirk nuk hyn në xhenet asnjëherë, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala ka treguar edhe është e qartë, do të thënë librin e Allahut, edhe përgjithmonë është në xhehenem. Edhe ky hadith në lidhje me rian, do thotë u thuhet atyre, shkoni te ata që ju e keni bërë veprat, t'ju shohin ata. Do të thënë keni bërë veprat për ata, atëherë shkoni ata a mund t'ju shpërblejnë. Po ashtu është transmetuar nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala an-nasi yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun istushhid. Do të thënë njeriu i parë në ditën e gjykimit që do të gjykohet është një njeri që ka rënë shahid. Do të thënë, kujtojeni atë që thamë më herët, se ka vepra që dobia e tyre kalon të tjerët, siç është sadakaja dhe haxhi, edhe aty desha ta përmend këtë, edhe xhihadi. Do të thënë është prej veprave që është rreziku më i madh për syfatësi, edhe për ta bërë për dikën tjetër. Dhe këtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i pari që gjykohet është një njeri që ka rënë shahid. Dhe e sjell Allahu subhanahu wa taala, ja tregon dhuntitë e tij dhe ai i njeh dhuntitë e Allahut, i pranon dhe i thot fema amilta fiha. Allahu i thot çka ke vepruar me këto dhunti? Thot qataltu fika hatta istushhidtu. Do thot kam luftuar për ty derisa kam rënë shahid. Atëherë i thot Allahu kadhabta walakinaka qatalta li an yuqala jari. Do të thon gënjeve, por ti ke luftuar që të thuhet trim. Faqad qil, edhe është thënë. Do të thënë e ke marr shpërblimin për cilin ke luftuar. Është thënë se je trim, edhe ka mbaru. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Pastaj urdhrohet që të merret edhe të tërhiqet zvarr për fytyrë dhe hidhet në zjarrin e xhehenemit. Pastaj një njeri që e ka mësuar diturinë dhe u ka mësuar të tjerëve dhe ka lexuar Kur'anin, edhe sillet i tregohen dhuntit dhe ai njeh, i pranon dhe i thot Allahu fema amilta fiha, çka ke vepruar me këto dhunti? Thot ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Do thënë kam mësuar diturinë dhe u kam mësuar të tjerëve dhe kam lexuar Kur'anin për ty. I thuhet kadhabta, gënjeve. Walakinaka ta'allamta al-ilma li yuqala 'alim. Por e ke mësuar diturinë që të thuhet dietar. Wa qara'ta al-Qur'ana li yuqala huwa qari. Do të thënë edhe ke lexuar Kur'anin që të thuhet është lexues i mirë. Do të thënë e lexon mirë Kur'anin. Dhe faqad qil, dhe është thënë kjo. Pastaj urdhrohet dhe tërhiqet zvarr në përftyre derisa hidhet në xhehenem. Pastaj thot një njeri të cilit Allahu i ka dhënë pasuri dhe i ka dhënë, do të thënë për gjitha llojeve të pasurive, sillet ai dhe i tregohen dhuntit dhe ai pranon edhe i thot Allahu fema amilta fiha, çka ke vepruar me to? Thot ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Do të thënë nuk kam lënë asnjë rrugë, asnjë vend ku ti do që të jepet, të shpenzohet, që unë nuk kam dhënë. Do të thënë në secilën derë, në secilën rrugë që do t'i të jepet sadaka, kam dhënë sadaka. Për ty, edhe i thot Allahu kadhabta, do të thënë gënjeve, walakinaka fa'alta li yuqala huwa jawad. Por i ke bërë këto që të thuhet bujar për ty. Dhe është thënë, pastaj urdhrohet dhe hidhet, do të thënë të tërhiqet zvarr për fytyrë dhe hidhet në xhehenem. Këtë hadith, kur e ka dëgjuar Muawiya radhiyallahu anhu, ka qarë aq shumë sa që i ka rënë të fikt. Do të thënë është alivanosur nga qarja e shumt kur e ka dëgjuar këtë hadith, edhe
saqë njerëzit kanë thonë do të vdes nga qarja. Dhe pastaj ka thonë qad fu'ila biha ulai hadha. Do të thonë kjo u ndodh këtyre, do të thonë që i kanë bërë këto vepra, xhihad, sadaka, dituri, thirrje, leximi i Kuranit. Do të thonë është bërë me këta. Atëherë çdo të ndodh me të tjerët. Pra këta janë të partë që gjykohen edhe të partë që hidhen në xhehenem, atëherë çdo të ndodh të tjerëve. Edhe pastaj thot Muawiya ka fshi fytyrën dhe ka thënë sadaqallahu wa rasuluhu. Do të thonë të vërtetën e ka thënë Allahu dhe të vërtetën e ka thënë i dërguari i tij. Dhe ka lexuar ajetin men kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Do të thonë kush e do dunjan dhe bukuritë e dunjas, ne ja plotsojmë veprat atyre ose shpërblimin për veprat ja plotsojmë në dunja, edhe nuk u mbetet asgjë mangët. Do të thonë fitojnë në dunja atë për cilën kanë punuar, e fitojnë, Allahu nuk u bën padrejtësi. Atë për cilën kanë vepruar atë u jep. Dhe thot ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Do të thonë ata janë ata të cilët nuk kanë në ahiret asgjë përveç se zjarrit. Do të thonë se i kanë harxuar të mirat, të gjitha të mirat në dunja. Wa habita ma sana'u fiha. Do të thonë dhe është asgjësuar çdo vepër që e kanë bërë në dunja, wa batilum ma kanu ya'malun, dhe është e kot e gjitha ajo që kanë vepruar ata. Po ashtu transmetohet nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men sama'a Allahu bihi wa man ra'a Allahu bihi. Do thot kush bën që të dëgjohet, kush vepron që të dëgjohet, Allahu do të bëj që të dëgjohet për të. Dhe kush bën që të shihet, Allahu do të bëj që të shihet për të, ose të shihet ai. Çka do thot kjo? Do të thonë se kush i bën veprat që t'i dëgjojnë njerëzit ose t'i shohin njerëzit, thot Allahu do të bëj që ai në ditën e gjykimit të jetë i poshtruar para të gjithë njerëzve, edhe të demaskohet. Pra sigur këta që i kanë bërë veprat, do të thonë që duken, kanë bërë luftën edhe shpenzimin në rrugën e Allahut dhe diturinë e kanë bërë që të duken, edhe kanë arritur pozitë të njerëzit që të mendojnë se janë trima, janë bujare dhe janë dietare, janë lexues. Mirë po në ditën e gjykimit, më thënë në këtë mënyrë bën Allahu që të gjithë ta shohin realitetin e tyre, edhe të gjithë ta dëgjojnë realitetin e tyre. Si është në transmetim tjetër, men qama maqama riya'in wa sum'atin ra'a Allahu bihi yawm al-qiyamati wa sam'a bihi. Do thotë kush qëndron në një qëndrim ose në një vepër për të dëgjuar ose për të parë, do thonë Allahu do të bëjë që të shihet realiteti i tij edhe të dëgjohet realiteti i tij në ditën e gjykimit. Gjithashtu në hadithin tjetër, pra ky ishte një argument që e ka sjell autori rahimahullah për çështjen e syfatësisë. Pastaj ka thonë, pra siç e shohim sipas rrugës së dietarëve të sunetit, do thënë sqaron çështjet edhe i sjell argumentet e drejtë për drejta. Pra çështja e rias u sqarua dhe çështja tjetër që thot wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë edhe në bazë të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, men halafa bi shay'in duna Allahi faqad ashrak. Do të thënë kush betohet në diçka tjetër përveç Allahut, ai ka bërë shirk. Thot rawahu al-Imam Ahmad bi isnadin sahihin an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Wa rawahu Abu Dawud wa at-Tirmidhi bi isnadin sahih min hadith Ibn Umar radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala. Do thot këtë hadith që e përmendëm e ka transmetuar Imam Ahmedi me zinxhir sahih nga Omeri radhiyallahu anhu, dhe ka transmetuar Abu Dawudi dhe Tirmidhiu me zinxhir sahih nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men halafa bi ghayri Allahi faqad kafara aw ashrak. Do të thonë kush betohet ndikën tjetër përveç Allahut, ai ka bërë kufër ose shirk, apo ka bërë kufër dhe shirk.
Edhe tham se ky hadith ka një histori, kur e ka thënë Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ka thënë, pra transmetohet në Sunenin e Abu Davudit, se Abdullah ibn Umar ka dëgjuar një njeri duke thënë pasha Ka'ben, do të thënë duke u betuar. Betimi, tham më herët, pra është përforcimi i fjalës duke përmendur një prej emrave të Allahut ose diçka prej cilësive të tij. Do të thonë, nëse thot njeriu pasha Allahun, ose pasha të gjithë mëshirshmin, ose pasha Zotin e Qabes, ose pasha Zotin e qieve dhe tokës e kështu me radhë, ose thot pasha fuqinë e Allahut, e të ngjashme. Do të thonë, ne në gjuhën tonë, në të shprehurin tonë, betohemi me këtë fjalë pasha. Por në gjuhën shqipe letrare është fjala për, do të thonë thuhet për Zotin. Do të thonë kur betohet ose për Allahun, pra në këtë mënyrë. Në gjuhën arabe është me fjalën me shkronjën waw, wallahi, edhe gjithashtu është me shkronjën ba, billahi, edhe me shkronjën tallahi. Do të thonë këto tre pjesëza ose shkronja janë për betim. Mirë, ka dëgjuar Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu një njeri duke thënë wal Ka'ba, do të thonë pasha Ka'ben ose për Ka'ben. Do të thonë kjo që them është e vërtetë. Dhe i ka thënë mos u beto në Ka'ben, sepse unë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë men halafa bi ghayri Allah faqad kafara aw ashrak. Do të thonë kam dëgjuar se ka thënë kush betohet në tjetër kënd përveç Allahut, ai ka bërë kufër ose shirk. Dhe gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Do të thonë Allahu ju ka ndaluar të betoheni në baballarët tuaj. Faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Do të thonë kush duhet betohet, edhe betimi nuk duhet të jetë i shpeshtë, por nëse ka nevojë njeriu patjetër të betohet, atëherë të betohet në Allahun, ose mos betohet, le të hesht. Do të thonë nuk lejohet betimi në askënd tjetër. Dhe gjithashtu ka thënë la tahlifu bi abaikum. Men halafa billahi falyasduq. Ka thënë mos u betoni në baballarët tuaj. Kush betohet në Allahun, le ta thotë vërtetën. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men halafa bil amanati falaysa minna. Kush betohet në besë, nuk është prej nesh. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka thënë arabëve, edhe këtu ta ndërlidhim se disa njerëz thonë se dhe më thënë kjo është gjuha jonë, traditat tona, ne themi për besë, për shembull. Dhe pse të betohemi ashtu si janë betu arabt? Kjo nuk është, arabt janë betu për besë, wal amane, dhe më thënë pasha amanetin, ose besnikrin, ose pasha besën. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men halafa bil amanati falaysa minna. Dhe më thënë kush betohet në amanet, ose në besë, nuk është prej nesh. Do thot, si hadithe tjera se ka bërë kufër ose ka bërë shirk. Do thot, këto janë argumente për ndalimin e betimit në tjetër kënd përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk lejohet as sesi betimi, do të thonë as në vetvete, pasha jetën time, ose pasha jetën tënde, ju thonë fëmijëve, ose të ngjashme, do të thonë betohen fëmijët ose në baballarët, në prindrit, pasha nanën, pasha babën e kështu me radhë, gjitha këto janë prej betimeve të ndaluara që janë shirk. Janë shirk i vogël nëse nuk ka me to madhrim dhe me adhurimi. Por nëse bëhen me këto, edhe bëhen, do të thonë si thonë pasha këtë natë xhuma, në vraft nata e xhumas e xhumaja, do të thonë besojnë në ndikimin e krijesës, ose pasha tyrben, si thamë kështu me radhë, gjitha këto janë prej shirkut të madh. Dhe besa, besimi, besnikria, do të thënë amaneti, është vepër e njerëzve, është e krijuar, nuk është cilësi prej cilësive të Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thotë nuk është pra sigur nëse betohesh pasha madhrinë e Allahut ose pasha drejtësinë e Allahut,
por në kjo mënyrë pashabesën, do të thonë është për qëllim veprat e njerëzve. Edhe veprat e njerëzve janë të krijuara. Dhe betimi në ndonjë krijesë është prej shirkut. Si thamë me kuptimin shirku i vogël ose shirku i madh. Por Allahu subhanahu wa ta'ala është betuar në krijesa. Edhe ai është Zoti i gjitha krijesave dhe bën çka dojë. Ai nuk pyetet për atë që e bën, kurse krijesat pyeten. Dhe Allahu ka ndaluar krijesave që të betohen në krijesat tjera, kurse ai betohet në krijesa për ta treguar pozitën e madhe të asaj krijese në të cilën betohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka thonë Shaukani, rahimahullah, ka thonë na është transmetuar me lajmet shumëta për të cilat nuk kemi dyshim se shumë prej këtyre njerëzve që adhurojnë varret, do të thonë prej dervishëve dhe sufive, ose shumica e tyre, nëse u kërkohet betim nga kundërshtari, nëse ka kundërshtim me dikën ose grindje me dikën, dhe ai kundërshtari i kërkon betim, nëse do të gënjej, betohet në Allahun. Edhe nëse i thuhet ihlif bi shejkhika wa mu'taqadika al-wali al-fulani, nëse i thuhet betohu në shejhun, ose betohu në filan evlian, atëherë thot të la'theme wa të lekke, atëherë i merret goja, edhe ndalet. Do të thënë nuk mund të betohet në krijesa, por në krijuesin subhanahu wa ta'ala, do të thënë pa asnjë pengesë betohet edhe rrejshëm. Edhe atëherë thot, do të thënë i merret goja dhe refuzon të betohet dhe e pranon të vërtetën. Dhe thot, ky është argumenti më i qartë se shirku i tyre ka arritur nivel më të lartë se shirku i mushrikëve. Do të thënë mushrikët çka kanë bërë? Kanë thënë i adhurojmë këta që të na afrojnë tek Allahu. Do të thënë Allahun e kanë adhuruar gjithashtu, por dhe e kanë madhruar më shumë se të adhuruarit e tyre. Kurse këta njerëz që pretendojnë se janë musliman, do të thënë prej këtyre sekteve që i adhurojnë varret dhe evliat e kështu me radhë, do të thënë shirku i tyre ka arritur më shumë, do të thënë që i madhrojnë evliat dhe njerëz të varrosur më shumë se sa e madhrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe ka thonë është shirk më i madh se ata që kanë thonë se ka 2 zotra ose ata që kanë thonë se ka 3 zotra. Do të thënë shirku i këtyre është më i madh dhe më i rëndë. Edhe gjithashtu përmendet se dikush kur i ka thonë dikujt betohu në shejhun dhe është betu, dhe ai ka thonë a nuk e di se shejhu tani, do të thënë e di gjendjen tonë. Edhe ka thonë një autor që e ka shkruar këtë, ka thënë mendova në momentin e parë se është duke e kundërshtuar, edhe duke i thonë se pra mos beso për shejhun këto se na sheh kështu me radhë. Mirë po, ai e ka pas për qëllim ta përkujtoj se t'ja përkujtoj atë besimin e shirkut që e kanë, se shejhu edhe evliat, do të thonë, e din gjendjen e tyre të përhershme. Edhe, do të thonë, kjo është e qartë barazim edhe në rububie, edhe në emrat dhe cilësit, edhe në adhurim, barazim i të tjerëve me Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe diçka të ngjashme bëjnë edhe njerëzit, do të thonë kjo është bela që i ka kapluar shumicën absolute dërmuese të muslimanëve. Me atë që e quajnë babadimër, ose babagjyshi i vitit ri. Do të thonë që u thonë fëmijëve, u ambjellin shirkun në zemër, duke i thonë se nëse je i mirë, do të thonë babadimri të shkruan listën e fëmijëve të mirë dhe do të sjell dhurata e kështu me radhë. Do të thonë është e qartë çka do thotë kjo për besimin e njerëzit. Pra është shirk i qartë në të gjitha llojet e shirkut. Do të thënë shirki i madh, duke e barazuar dikon do të thënë duke barazuar pra krijesa imagjinare, duke i barazuar me Allahun subhanahu wa ta'ala. I lartësuar është Allahu dhe i pastër nga ortakria. Pastaj gjithashtu ka thënë autori rahimahullah, ka thënë
Dhe argumenti tjetër është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, la taqulu ma sha Allahu wa sha fulan, walakin qulu ma sha Allahu thumma sha fulan. Do thot mos thoni si doj Allahu dhe filani, por thoni si doj Allahu, pastaj filani. Këtë ka transmetuar thot Ebu Davudi me zinxhir sahih nga Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Pra nëse njeriu thot, si tham, në të njëjtën fjali, pra kjo quhet prej shirkut të fjalëve. Në të njëjtën fjali e barazon në nivel të njëjtë dikant me Allahun subhanahu wa ta'ala, atëherë padyshim se kjo është prej shirkut. Dhe nëse është vetëm në fjalë, është shirk i vogël. Kurse nëse njeriu beson se me të vërtetë është filani i barabartë me Allahun, atëherë është shirk i madh. Për shembull, sigur çka thon, unë shpresoj në Allahun edhe në ty, ose si doj Allahu dhe ti, ose nuk e kam askënd përveç Allahut dhe teje. Edhe kjo është prej të mirave të Allahut dhe tuat. Do thotë gjitha këto fjalë janë fjalë të shirkut, edhe fjalë shumë të shëmtuara dhe të ndaluara në Islam. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan. Do të thënë wa antum ta'lamun. Pra mos i bani Allahut të barabartë, edhe ortak ose rival, duke qenë se e dini se nuk ka Allahu subhanahu wa ta'ala të barabartë. Edhe për këtë ka thënë Abdullah ibn Abbas për këtë ajet, al-andadu huwa ash-shirk. Do të thënë këtu që ka thënë Allahu mos i bani Allahut të barabartë, do të thënë mos i bani shirk. Dhe ka thënë akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulmati al-layl. Pra ky shirk që është më i fshehtë se ecja e milingonës në gur të zi të lëmuar në errësirën e natës. Do të thënë sa mund të vërehet kjo milingon, ky shirk është edhe më i fshehtë, edhe më i rrezikshëm. Dhe ka thënë wa huwa an yaqul, dhe ky shirk ka sjell shembuj për Abdullah ibn Abbas, ka thënë është kur thot wallahi wa hayatika ya fulan. Do të thënë pasha Allahun dhe pasha jetën tënde. Do të thënë këtu edhe pse e ka përmendur Allahun në fillim, thotë është betimi në tjetër kënd duke e barazuar me Allahun, ose wa hayati, pasha jetën time. Edhe si thonë laula kalbatu hadha la atana al-lusus. Do të thënë mos kishin qeni, do të na kishin hy hajdutët. Do të thënë kjo është prej shirkut në fjalë. Ose kur i thot njeriu shokut vet, si doj Allahu dhe ti, ose kur thot laula Allahu wa fulan, do të thënë mos ishte Allahu dhe filani. Do thot ka thënë Abdullah ibn Abbas, la taj'al fiha fulan. Do thënë mos e fut në këto fjali filanin. Fa inna hadha kulluhu bihi shirk. Do thënë gjitha këto janë shirk. Pra mjafton që njeriu të thot irhamukallah, thot pasha Allahun vetëm, edhe mos shtoj tjetër, ose të thot e kam shpresën tek Allahu vetëm, edhe jo thot ta përmendet dikën tjetër. Edhe të thot mos t'ishte mbrojtja Allahut, do të thënë do të ndodhte kjo, ose mos na kishte mbrojtur Allahu, do të na kishin hyrë hajdutët në shtëpi, vetëm kaq. Por nëse është patjetër të përmendet edhe dikush tjetër, atëherë përmendet me fjalën pastaj. Do të thënë mos t'ishte mbrojtja Allahut. Pastaj, do të thënë si shkak që vjen më vonë, edhe jo i barazuar. Do të thënë pastaj, për shembull, qeni ose fqinji që na ka përkujtuar ose alarmi, e kështu me radhë, do të thënë, ato janë shkaqe që vijnë pastaj, kurse mbrojtja është vetëm nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Ose e kam shpresën tek Allahu, edhe mund të thush pastaj shpresoj prej teje. Jo, do të thënë me barazim. Dhe ka një çështje tjetër për çështjen e mbështetjes, tawakkul, do të thënë dikush thotë, mbështetem tek Allahu dhe te ti. Kjo e qartës se është shirk. Por, a lejohet thot, mbështetem tek Allahu pastaj te ti. Edhe kjo është prej shirkut, sepse mbështetja, tawakkul, është adhurim. Do të thënë adhurim pastër dhe nuk mund të ketë aty që i drejtohet dikujt tjetër, pa marrë parasysh sa bëhet me të njëjtin nivel ose me fjalën pastaj.
Mirë, në fund ka thonë autori rahimahullah, wa hadha an-naw' la yujibu ar-ridda wa la yujibu al-khulud fi an-nar. Do të thënë ky lloj i shirkut, tani për shirkun e vogël që po flasim, thot nuk është ridda, do të thënë nuk e nxjerr njeriu nga Islami. Dhe nuk është shkak që të mbetet përgjithmonë në xhehenem. Pra e kuptuam se shirku i vogël janë fjalë dhe vepra që i ngjajnë shirku të madh. Mirë po që njeriu nuk i ka, do të thënë me zemër si adhurim. Prandaj kur i thuhet dikujt mos e thuj këtë fjalë, kur thot dikush, edhe kjo ndodh shpesh, do të thënë shpresoj prej Allahut dhe prej teje, edhe i thuhet mos thuj se a mbarazon me Allahun, edhe thot jo, unë nuk e kisha qëllim e kështu me radhë, nuk është, pra nëse nuk e ke qëllim, atëherë është shirk i vogël. Do të thënë është fjalë që është prej harameve më të mëdha, edhe është mëkat shumë i rëndë. Nëse e ke qëllim se dikush është i barabartë me Allahun, atëherë del prej Islamit edhe është shirk i madh. Prandaj nuk duhet të arsyetohemi vazhdimisht kur këshillohemi, kur na këshillon dikush për një gabim, edhe më njëherë njeriu me të parën thot nuk e kisha qëllim. S'është me rëndësi e kisha qëllim, do të thënë vepra është gabim, edhe këshillat ka ardhur për veprën, jo për qëllimin. Qëllimin gjithashtu duhet ta përmirësojmë mes nesh dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra shirku i vogël nuk e nxjerr njeriu prej Islamit dhe nuk është shkak që të mbetet përgjithmonë në xhehenem. Por a do të hyjë në xhehenem patjetër për shirkun e vogël, apo mund t'i falet? Pra në lidhje me fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Do të thënë Allahu nuk e fal shirkun, kurse përveç shirkut ja fal kujt të doj, do të thënë mëkate të tjera. Disa prej dietarëve kanë thonë që shirku i vogël hyn në këtë ajet. Do të thënë se nuk falet. Dhe për shirkun e vogël patjetër do të dënohet njeriu në xhehenem. Por nuk mbetet përgjithmonë, nëse nuk ka qenë shirk i madh. Disa prej dietarëve kanë thënë edhe shirku i vogël është njësoj si mëkatet e mëdha. Do të thënë se është nëse do Allahu e fal dhe nëse do e dënon njeriu. Do të thënë, prandaj këtu ihtilafi për këtë çështje tregon edhe më shumë e tregon rrezikshmërinë e shirkut me të gjitha llojet e tij. Dhe ka thënë autori rahimahullah, lakinnahu yunafi kamal at-tauhid al-wajib. Nuk e nxjerr njeriu prej Islamit dhe nuk është shkak që të mbetet përgjithmonë në xhehenem, mirë po e cungon tauhidin. Edhe nuk do të thënë e bën të mangët atë tauhidin që duhet ta ketë robi të plot. Se plotësia e tauhidit ose plotësia e imanit është dy llojesh. Pra ka plotësim i obliguar, thënë plotësim i obliguar, dhe nëse njeriu e le atë, atëherë është, do të thënë është i kanosur, do thotë që të dënohet. Dhe ka plotësim i preferuar. Do të thënë plotësimi i tauhidit, plotësimi i obliguar, nëse ka mangësi në të, do të thënë do të ketë dënim për këtë, sepse ka pas obligim, mos i ketë ato mangësi. Edhe ka plotësim të preferuar, do të thënë me më shumë vepra të mira dhe më shumë largim, për shembull, prej kërkimit prej njerëzve, për shembull, do të që është plotësia ose plotësimi i preferuar i tauhidit, dhe nëse njeriu ka mangësi në këtë pjesë të plotësimit, atëherë nuk ka dënim, mirë po nëse e bën këtë plotësim, atëherë i shtohet imani dhe fiton shpërblime më shumë, e nëse nuk e bën, nuk është mëkatar, edhe nuk dënohet, inshallah. Pastaj më tutje vjen lloji i tretë i shirkut, që është shirku i fshehtë, për të cilin do të flasim në takimet e radhës, inshallahu, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.